dashur miq, jemi me Florian Haçkën sot. Sigurisht që kam përshtypjen që pjesën më të madhe për ju është një emër le të themi i njohur. Flori është në krye le të themi të diasporës për Shqipëria e Lirë me një pjesë tjetër të miqve të vet, përveç të cilët në fakt na kanë futur në një histori jashtëzakonisht interesante që ne do e shohim tani me votën e diasporës. Por dua t'i bëj mirëseardhjen Florit. Flor, shumë faleminderit që pranuat ftesën. Ishte një ditë me shumë kalvar sot, po gjithsesi a dole ti është edhe tek unë. Ditë e bukur. E lash qeshia mbi tortë, e lash më në fund të ditë ju. Faleminderit shumë për ftesën. Po nuk besoj se mbaron sot dita këtu për ty, ëh? Jo, tani mbas sa fillon detyra familjare. Okay. Mirë. Ka tortë tjetër dhe qeshi tjetër. Vetëm do më afrosh pak mikrofonin më afër. Po, edhe pak. Shumë mirë. Nëse duhet afrojmë zërin më thoni kish. Ti kol. Mirë Flo. Shiko. E keni futur vendin në një gjë që le të themi shumë parti politike e artikulonin, duket se luanin me qytetarët edhe luanin me gjithë temën e votës së diasporës nga atje ku është. Ka pasur edhe një seri aktorësh që shpesh e artikulonin, por për së vërtetës u desh angazhimi juaj edhe një vendim i gjykatës kushtetuese juaj që detyroi pasaj gjithë spektrin politik të jepte për herë të parë votën diasporës. Ne nga perceptimi personal, si ndihesh që na keni hapur gjithë këto avaze? Sa minuta do më japësh? Për këtë pjesën e parë. I ke pak, po ti provoj nisë dhe pastaj po të ndërpresë. Në fakt diaspora për Shqipërinë e Lirë ka lindur si revolt ndaj keqeverisjes, ndaj shtypjes së qendresës publike, jo qendresës qytetare. Fiks ditën, po dhe qendresës qytetare, që ishte ajo e mbrojtjes së rahatit kombëtar, dhe ne atë ditë unë bashkë me Bledarin, miki im i vjetër, Bledar Milaçi, bëm një thirrje në rrjet që ta majt bashkohemi të mbështesim njerëzit në kauza të drejta në Shqipëri. Dhe impakti që ne pam ishin që njerëzit kishin frikë të shpreheshin, na thonin ne ngrini ju zërin se ne se ngrejmë dot, dhe praktikisht ne që në fillimin e parë, që në ditët e para e artikuluam, patëm ato takimet në diasporë që për shkak të pandemisë u lehtësuan shumë dhe pam që ka një dëshirë të madhe për të punuar për vendin dhe ndam që në fillim me grupe pune dhe u shpërndam shumë. Duke shpërndarë shumë, në muajt e parë njerëzit patën zhgënjime, se një nga temat e para që ne artikuluam, në 25 maj e kam parë datën për siguri, në 17 maj jemi krijuar, si revolt ndaj shembes teatrit, në 25 maj ne kemi dërguar letrën e parë në KQZ dhe në parlament ku kërkonim të drejtën e votës diasporës. Njerëzit brenda zhgënjeshin se thonë nuk po arrim gjë, dhe ne i tham të paktën votën do ta marrim nga AJA, do të çojmë tek XHJ-ja, duke e zgjidhur një herë mirë, sepse siç e the edhe ti, ka pasur politikanë gjithkohës, ka pasur dhe iniciativa tjera që e kanë artikuluar, por kur nuk është bërë dhe gjithmonë faj ka ngelur jetim. Dhe ne donim të ishim brenda, ta zgjidhnim dhe të shikonim çfarë bëjmë palët dhe për t'i treguar ata tek qytetarët, a e duan as e duan realisht, dhe vërteta tregoi që ata nuk e donin realisht, prandaj dhe ne paditëm, Jo, është kronologjia është jashtëzakonisht shumë e mirë edhe për le të themi dëgjuesit. Po sigurisht që kjo është një nga arritjet e juaja më të mëdha. Tani unë shpresoj që mos jetë më e madhja, pse jo të ketë edhe më të mëdha të tjera, por në këtë linjë do doja të pyesja, nëse gjithë diasporën për Shqipërinë e Lirë lidhin me votën e diasporës. Dhe tashmë ne kemi votën e diasporës dhe gjithkush mund të bëjë pyetjen çfarë është mbas. A ka një mision tjetër diaspora, po ta bëj universale, në kuptimin që jo vetëm diaspora në kuptimin e organizimit tuaj, po edhe si fenomen diaspora. A ka një mision të vetën mbas realitetit të realizuar të diasporë, të votës së diasporës? Do të përgjigjem me një shembull konkret. Ne kemi qenë diaspora për Shqipërinë e Lirë dhe qëllimi jonë është që shqiptarët kenë zë dhe dinjitet dhe një Shqipëri më të mirë. Sot që flasim, më parë se të vija këtu, ne ishim në gjykatën e posaçme në SPAK dhe bëm një padi për ndotjen e lumit të ishmit kundrejt Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjetikës dhe Bashkisë Tiranës, sepse ka një impiant filtrimi ujërash që është mbaruar, por nuk është vënë kurrë në punë, që në 2018 është mbaruar, janë harxuar miliona, madje jemi paditur nga ministria, nga shteti japonez për mos përfundim të punimeve sido që parat janë dhënë. Pra dua të them me këtë helmohen rreth 1 milion banor me këto ujëra që shkojnë të pafiltruar dhe derdhen në det. Qoftë nga peshku që hajmë, qoftë nga metalet e rënda që janë ndej rreth e qark. Duhet t'jap shembullin që ne nuk jemi vetëm për votën e diasporës. Ne luftojmë për një Shqipëri më të mirë, me aq sa ne dimë dhe me aq sa ne mundemi, por misioni që na del natyrshëm është përfaqësimi i diasporës.
madje po të shikoni në prezantime të ndryshme ne kemi ndarë prioritetet strategjike. Prioriteti jonë strategjik i vendosur nga Asambleja e Përgjithshme 2021-2025 ka qenë realizimi i votës diasporës. Prioriteti i dytë që shkon për në 2029 është përfaqësimi i diasporës. Por nuk duhet të luajmë me termin diasporë sepse është shumë heterogjene. Pra, nuk jemi ne përfaqësues. Ne jemi përfaqësues të kësaj lëvizje, qëndrojmë për këto tema dhe të gjithëve që na thonë pse flisin në emër tonë, i themi shikoj, ne qëndrojmë për këto gjëra, mund t'i lexoni faqen tonë, statutin, rregulloren dhe jeni të ftuar të kontriboni. Ne nuk i marrim kurse si s'kemi thënë që jemi ne të vetmit përfaqësues, por siç janë problemet kaq heterogjene në Shqipëri, më besoni kaq heterogjene janë dhe jashtë tek shqiptarët, sepse njerëzit i mbartin probleme me vete. Qasja jonë është munduar të jemi pak ndryshe, duke qenë të fokusuar, pra mund kemi mendime ndryshme, por grupet e punës punojnë për një tematik dhe ai që është produkti i përgjithshëm i grupit, ai mbrohet pastaj. Flor, ju ishit sot në SPAK, edhe ajo që është le të themi interesante është ju e zhvilloni jetën tuaj më së shumti jashtë kam përshtypjen. Nuk e di për sa vitesh qëndroni kështu emigrant. Unë fa kam ikë për studime që në 2002 mbas gjimnazit, në 2010 vendosa të kthehem sepse ne kishim ikur me vërtet për studiuar dhe me atë dëshirën, atë dashje që merr shkollimi jashtë, hajde jeto këtu që cilësh dijen. Në atë kohë u njoha me nusën time dhe mbas disa muajsh që ajo filloi të studionte në Zvicër, po nga Shqipëria, shkova dhe unë atje. Duke sigurisht kishte destinacionin për jashtë, domethënë sa do të tenton të vish brenda gjithkusht man ka diçka që ndodh. Po ndoshta nuk është keq, sepse na jep një të paktën ne që jemi të angazhuar, na jep një botkuptim tjetër që duam ta sjellim në Shqipëri, ta synojmë sa më lart për vendin tonë dhe na jep një ngrohje krahas, duke qenë se atje fal meritave, fal politikave të atij shteti, kemi arritur në nivele të kënaqshme. Shiko, unë e bëra këtë edhe për të komunikuar në këtë frekuencë, pra ju jetoni jashtë, edhe kur flasim diaspora e njerëz cilët janë jashtë. Ne përgjithsisht diasporën e kemi konsideruar ata më të shëndetshmit financiarisht të pjesës shqiptare, ku ne presim të vi diçka prej tyre. Dhe kjo kam përshtypjen i ka krijuar edhe një lloj standardi vendit ton, por sigurisht që nuk duhet parë në vetëm e tillë. Edhe kur shoh që diaspora shkon në SPAK, ti fillon edhe dyzohesh, ore, mund ta bëjë diaspora një jetë kaq aktive publike dhe brenda vendit. Pra këta nuk janë vetëm për të dërguar lek, edhe nuk janë vetëm për të ndjekur një kaos që mund të jetë interesante në kuptimin e votës diasporës, që bëjnë një përpjekje ligjore, po shkon edhe më thellë dhe bëhesh po aq aktiv sa ç'mund të bëhet ose se ç'duhet të bëhet një qytetar në vendin e vet me këto denoncime. Pra ju le të themi e keni agendën tuaj për të qenë intensivisht në jetën publike të vendit, jo thjesht deklarative dhe Patjetër. Kjo është pyetje shumë e rëndësishme dhe e bukur ajo që është nuk kemi agjendë. Ne funksionojmë me çfarë ka nevojë vendi sipas nesh. Ne kemi 12 grupe pune në lëvizje. Dhe nëse grupi i energjisë dhe ambientit, që janë ekspertë të ndryshëm, sot për shembull takoj një djalë nga Norvegjia që ka 2 vite në lëvizje, nuk e kisha njohur ndonjëherë personalisht, kishte ardhur edhe ai në SPAK bashkë me Lulzim Bauman. Nëse grupi nxjerr diçka që mendon se është e mirë për vendin, qoftë kjo për ne kemi nxjerrë për portin e Durrësit, kemi bërë shkresa për shumë gjëra, kjo del dhe bëhet pjesë e agjendës tonë dhe shembulli që ne duhet japim është pikërisht ai larg kafeneve, larg Facebookut vetëm me deklarata koti dhe me shkresa, sepse shkresa ishte ajo që solli votën e diasporës. Padia në gjykatë kushtetuese ishte kyç dhe prej asaj erdhi gjithë ky kalvar dhe ne sot kemi 245.000 njerëz të regjistruar. Edhe sigurisht që kjo domethënë përpjekja për të vendosur institucionet në funksion dhe mekanizma institucional është përgjithsisht produktiv, po unë doja të përmendë diçka ti kjo është shumë e rëndësishme. E kam përmendur në çdo media, por sot dëgjova që 15 njerëz kanë ankimuar vendimin e KQZ-s për të mos ia pranuar kërkesën si votues nga jashtë. Ne në shtator 2024-s prap duke vënë institucionet përpara, i shkruar të Këshillit Largjyqësor, KQZ-s, Parlamentit për të kërkuar ankimimin online, sepse ankimimi ishte pjesë e votës diasporës, por ishte fizik. Pra nëse një nga Australia, ne shoqëria realizuam që të votojnë nga atje. Nëse si pranohet kërkesa, duhet vite në Shqipëri, të shkojë te gjykatë. Ne ankimuam, i detyruam, patëm shumë mbështetje nga Këshilli Largjyqësor me thënë drejtën dhe nga OSBE-ja dhe u bë. Sot është realitet dëgjesa publike online. Gjyqtari dëgjon palën online bashkë me KQZ-n dhe janë pranuar 15 kërkesa dhe kjo është një risi kur ti vën institucionet përpara për komplet jurisprudencën shqiptare tani e tutje, sepse nëse ka një precedent ligjor, ajo nesër mund të bëhet diçka normale, ku njerëzit nëse kanë diçka në gjyq nuk kanë pse vinë deri në Shqipëri. Kjo është precedent i mirë, domethënë shqiptarët të cilët
nga KQZ-ja nuk u miratuan për të votuar. Për një arsye që KQZ-ja ka patur arsye. Ju kur u miratuan këto aktet u ankuat dhe thatë që shiko duhet shtohet edhe procedura e ankimit dhe kjo po thoni që tashmë ka funksionuar. Dhe 15 qytetar për shkak të mekanizmit që ju e shtuat kanë fituar drejtën për të votuar. Pikërisht. Kam përshtypjen që mund t'i jap rrugë edhe një lloj precedenti për çështje të tjera. Atë gjë e bukur sepse futet në jurisprudencën shqiptare dhe kur ka një precedent mund të përsëritet. Kur ju shikoj tek dyert e SPAK-ut, është një mesazh që ju besoni tek drejtësia e re? Në fakt si lëvizje, diaspora për Shqipërinë Lirë, po të shikoni shkresat tona që janë faqe, i kemi dhënë një mbështetje maksimale SPAK-ut, sidomos në atë kohën kur nga të gjithë krahët politik u sulmua. U sulmua nga gjatë kohës që nga PD-ja, nga LSI-ja, nga kohë kur u arrestu Veliaj, dhe ne jemi që drejtësia duhet funksionojë, kushdo që ka bërë keq taksa paguesve shqiptar duhet përgjigje. E di çfarë do të pyesën se për shembull është shumë interesante se kjo SPAK-u dhe dyert e SPAK-ut janë bërë shumë mbajnë edhe një lloj misticizmi brenda tyre dhe për shembull kur flasin këto politikanët për SPAK-un flasin si një gjë që po hyr aty brenda kaloni një botë tjetër e realitet tjetër. Tani unë do të bëj një pyetje thjesht. Si është aty brenda, domethënë, kush të pret aty brenda? Si është ai ambienti? Për shembull, kryeministri thonte që të torturojnë aty brenda. Janë njerëz të ngrysur, janë njerëz që tani timi që sa ke dal, domethënë ti ke vetëm pak minuta që ke ardhur. Unë do të themi të fortë me thënë drejtën, se kjo më karakterizon se njerëzit thonë si flet ti kështu, më çam vjen në mendje çka kam zemrën e them. Jeshi, ne kur shkova herën e parë SPAK, shkova me dosjen dorë, kisha printuar, kisha firmuar, se thash kam marrë të bëj pa di. Nuk bën këtu pa di, ta bëhen në post. Edhe unë dola me atë letrën dorë, i thash sa bëmi pa di në SPAK dhe shkova e dorëzova në post. Pra praktikisht ai është një institucion si gjithë tjerët, ku duhet të çosh në mënyrë duhur, ne tani e dim që duhet me post, i lejmë një kopje aty për merak, si më thënë me bë atë adetin, por unë si jam fund ndonjëherë për te derës, se shiqyr zoti s'kam qenë i paditur, por nëse do më thrasin, do shkojmë me shumë kënaqësi për këto çështje që ne kemi ngritur, sepse janë me të vërtetë rëndësishme. Nuk zbulove diçka nga mistika gjëre thonë. Unë pak tash realiteti se mos ngjajnë sikur fiksohen njerëzit. Flor, jemi në zgjedhje. Edhe partitë politike përveç se le të themi e respektuan diasporën duke i vajt ku është ku s'është, kanë edhe programet politike. Me sa keni pasur mundësi juve të konsultoheni me programet politike? Sigurisht që valencën më të madhe e mbajnë dy partitë kryesore, le të themi pozitës e opozitës, por gjithsesi edhe programet e partive tjera që duket tashmë janë në një farë forme po faktorizohen, por këtë nuk e dim me siguri. A gjeni ju në këto programe prekje të problematikave të diasporës edhe një lloj le të themi kujdesi të këtyre forcave politike që do qeverisin vendin mbas 11 majit, diasporën brenda tyre, a gjeni në kuptimin programatik, jo thjesht përfaqësimin, se përfaqësimin mund ta diskutojmë pak më vonë. Dje po kthehesha nga një qytet ku isha me familjen, edhe shifi ato billboardet ato të ndajat, ne do bëjmë këtë, ne do bëjmë atë. Disi më duket se ja shpreh gjithë populli kanë hap thesin me premtime se nga do vinë ato para, se nga do vinë këto kushte, por e mira është që ka tani unë tek PS nuk besoj fare, sepse është në pushtet, e ka ke qeverisur gjithë këtë kohë dhe programin atyre as nuk tentoj ta marr, sepse kur e kemi kërkuar zgjedhjet e kaluara, thanë ne do vazhdojmë programin që kemi nis. Dhe un kam shembullin konkret të programit të diasporës. Kam bëj libër që ngjas si bibër si Kur'an, kështu 400 faqe, anglisht, shqip, dhe nuk e zbatuam kurrë. Për çfarë ti kërkoj programin atyre? Derisa e shkrin atë ministri. Po. Të tjerët kam dëgjuar nga PD-ja, kam dëgjuar nga partitë më të vogla, kam dëgjuar që do ketë heqje taksash, janë, po e mira është që ne nuk kemi pse shpikim rrotën. Ka nëpër botë, ka raste më të mira se si është trajtuar diaspora, Izraeli, Irlanda, Greqia, dhe ka kushte, ne sikur vetëm ato gjëra të bëjmë, pra disa lehtësira, apo duke i vënë kushte diasporës, ne nuk mund të hapim tesin, erdhën këta nga jashtë tani dhe do bëjnë, do t'i vesh kushte, do të arrish këtë, cilësh kaq vende pune. Pra nuk i shoh kaq mirë të artikuluar sepse fatkeqësisht debati politik duke u drejtuar nga PS-ja, duke drejtuar Rama debati politik, ai e sjell në një tallava ku edhe nëse do të flasësh për ide, debatet nëpër studio përfundojnë tek sulme, tek gjëra që është për të ardhur keq. Jo, kjo është e vërtetë, po edhe unë e kam vënë re dhe ju e thatë me të drejtë, ka disa jo ulje taksash, jo disa benefite në përfitime ligjore, po ajo që më bën përshtypje mua është që, po më thuaj nëse e kam vetëm unë këtë si ndjesi, është që kur flasim për diasporin, ende janë duke folur për krahun e lirë të punës që mbase i mungon pak vendit.
edhe në këtë kuptim thonë do t'ja ulin profesionistit ose zanatçiut po erdhin në vend, po askush nuk e shikon që të artikuloj për atë që është elita e diasporës. Pra, nuk flasim për mjekët, që për shembull ne kur gjatë pandemisë filluam nga që hyri Skype-i edhe shqiptarët mund të flisnin nga kudo ku ishin, ne atëherë kuptuam që në çdo spital të fantastik të botës ishin mjek dhe ishin shefa. Ndërkohë ishin pedagog dhe ishin drejtues departamentesh, biznesmen dhe shumë të fuqishëm. Në këtë kuptim, unë nuk e shoh që asnjëri të artikuloj për elitën e diasporës. Flasin vetëm për këtë diasporën që ajde do sjellë 500 eurosh, do hap ndonjë bën elektricistin ande hajde bëje këtë, bën mekanikun ande hajde bëje këtë, asnjëri nuk flet për këtë që është një gjë që kemi vënë dhe kemi artikuluar gjithmonë që këta flasin për diasporën, po jo me diasporën. Ju shikojeni këto tubimet politike, nga të gjitha palët. Shkojnë atje, dalin podium dhe flasin këta. Më nuk duhet flisni ju, duhet flasin ata njerëz që përfaqësojnë komunitetet dhe t'ju thojnë çfarë duan, çfarë mendojnë ata për vendin. Nuk mund të bëjnë muhabete kafesh dhe të dali po Rama që i dëboj ose të tjerë dhe thonë ne do bëjmë këtë. Kështu që këtu është qartësisht që nuk e duan kontributin e diasporës, duan remitancat që për hir të vërtetës janë diku ke 11% e prodhimit brendshëm bruto dhe u hap së fundi e diskutimi jo po 9 milionë euro na shkoi votimi diasporës, janë 1 miliard euro për 2024, remitancat parat që kanë ardhur nga jashtë, që më duhet dhe ta them si një përfaqësues po them diasporës, që nuk është patjetër mirë. Kjo tregon gjendje e keqe që është Shqipëria, sepse remitancat sjellin dhe një lloj dembelizmi të pakuptueshëm tek familjarët, tek një pjesë që thonë ore do vinë para, s'kam pse mundohem. Pra është edhe filozofike deri diku, por ne njerëzit që janë jashtë nuk mund t'i lejmë familjet në hall, prandaj duhet luftojmë që të përmirësohet Shqipëria, jo vetëm ta mbajmë ne me para. Më preke pak të pritjen e liderëve jashtë vendit. Atë ka bërë përshtypje ty për shembull, për ne ka pas qenë si e mbaruar kjo historia me ovacione për liderin. Dhe u kthye tashmë në pas diasporës kthehen këto situatat ku vjen lideri i partisë dhe shqyet salla e puth duar e puth këmbë. Domethënë a ka qenë e pritshme kjo për ju? Domethënë mendoni që do shfaqej kjo? Nuk e kemi menduar me dëshirë që do ndodhi, por e dinim që do ndodhi sepse ka disa njerëz, po flas për diasporën e re, këta që kanë ikë 34 vjet e fundit. Po. Një pjesë që ka ikur në filan 34 vite e fundit, po ke ikur i vjetër. Jo, po disa që kanë ikur, po ashtu kanë rrit dhe familjen. E kanë me atë frymën që shikoj, unë kam ikë nga ky, këtë kemi natne. Po. Madje të t'jap dhe shumë, për shembull, po çofësh Arbereshët kur shkojnë në Itali ke ato pikturat që ata me Osmanët e kanë, sepse prej atyre kanë ikë. Po, e vërtetë. Domthon kanë ato piktura që i tregojnë. I kanë vetë armiku fundit. Po, ndërkohë që dhe këta kshu kanë ikur dhe vazhdojnë shohin këtë dhe unë këtu i thrasim ndërgjegjes qytetarëve. Themi, ore, hiqe të qenë tifoz partie. Duhet shofësh në çfarë gjendje është Shqipëria. Mund të jetë partia që ti preferon pushtet, apo ti trajton mirë prindën në spital. A ka siguri një pilot në shkollë, etj. Këto janë gjëra që ne duhet shohim. Ka një pjesë të madhe që mendon kështu si ne, por është edhe pjesa militante që do ngelet gjithmonë, nuk e ç'i bën, por unë di të them këtë. Takimet tona në diasporë që kanë filluar që në janar 2023 të diasporës për Shqipërinë e lirë kanë qenë të fokusuara nga një prezantim i shkurtër, çfarë është puna jonë, mikrofoni njerëzve, mbaj shënim, çfarë mund të bëjmë, të ftojmë bashkëpunojnë, pra ka qenë komplet qasje ndryshe dhe unë nuk di çfarë bëjnë tjerët gabim, ose e di çfarë bëjnë tjerët gabim, por di çfarë bëjmë ne më mirë dhe këto do mundohemi ta shumëfishojmë dhe në të ardhmen. Flor, unë jam totalisht dakord me ju, edhe kam përshtypjen, domethënë edhe si ekip, jo vetëm personalisht, por ne kemi qenë mbështetës të votës së diasporës edhe kemi qenë në mënyrë të padiskutueshme. Askush nuk duhet ta diskutojë është mirë apo jo, sepse në debatin publik shqiptar janë këto zërat që pse duhet votoj diaspora. Megjithatë, unë kam përshtypjen që edhe për komunikimin publik ne duhet të sqarojmë edhe duhet të hedhim pikpyetje mbi disa teza. Për shembull, ju le të themi me ekipin e diasporës e thatë jeni frymëzuar dhe jeni krijuar për një opozitarizëm ose si revolt. Dhe në komunikimin e fundit në rrjetet sociale dhe keni le të themi orientuar qytetarët që le të themi t'i japin shanse opozitave. Kushdo qofshin ato, kush e gjen 8 vogla. Mirë, po unë do bëj një lloj parashikimi tani. Nëse qytetarët i përgjigjen thirrjes tuaj brenda vendit dhe le të themi sjellin votojnë opozitarisht, kush e jashtë vendit, diaspora mund të votoj për qeverisjen. Dhe mund të bëj një do të thënë kur ti të reflektosh, a do thuash
a ja vleti tër ky mund? Do thënë, a bëri dobi e gjitha ajo sakrificë që ju bët, se duhet të ju keni lënë ekonominë e familjes, keni lënë kohën, mund merreshit me shumë gjëra tjera. Patjetër. Nëse ndodh kështu, nëse ndodh në këtë skenar, cili është mendimi i parë që do të vi në mendjen tënde? Sigurisht do kemi një lloj keqardhje në aspektin që pse njerëzit shohin propagandën dhe nuk shohin realitetin, sepse gjithë vijnë këtu, gjithë e prekin realitetin. Unë vetëm dje po vija nga Durrësi në Tiranë dhe vetëm duke ecë në autostradë që bababab gomat, thash ore, kaq mjafton, sikur kaq thosh, ke 13 vite në qeveri dhe rruga më e rrahur është e shkatruar. Por nuk ndej asnjë lloj përgjegjësie, madje ndihem shumë krenar që ne arritëm votën e diasporë, sepse kjo është diçka që u fut në historinë shqiptare dhe nuk ikën më kurrë. Ishte diçka që premtohej gjithmonë dhe nuk ishte bërë kurrë, kështu që jam shumë i lumtur që e vëm. Ne dhe kushdo që do jetë në politikë duhet i thrasin ndërgjegjes dhe mendjes së qytetarëve, sepse gjëja më e shtrenjtë që kemi është truri dhe atë duhet ta vëmë punë. Nëse dikush e han sapunin për djath, sepse i pëlqen ta hajë të tillë, atëherë është problematika e tij e saj, por Shqipëria na përket gjithëve një lloj. A shikoni ju një risk që mund t'ju bëjnë njerëzit me faj? Ua, po që tani na bëjnë, po që tani na Vërtet, po pse na kanë bërë, po që tani po çfarë ja bëjnë? Po pse ju po do votoni ju ç'pun keni ju keni ikë andej, ndërkohë që unë i them more edhe në hënd ikësh, për sa kohë je shtetas shqiptar, ti mbart gjërat e shtetit tënd, mbart borxhin publik. Prandaj ne duhet ngrihemi ndaj keqeverisjes. Nëse ata vazhdojnë me PPP-ra, bëjnë çfarë të duan, janë po taksat tona. Ato kur rritet borxhi publik dhe ndahen si qytetarëve. Ti e ndjen që e kanë ngritur giotinën gati për diasporën Gati kanë gjithë ato. Kurse ne nuk kemi ngritur variantet e përgjigjeve sepse nuk na intereson. Ne nuk i kemi orientuar në herë votën. Un po nuk mund të ri pa thënë dënojni me votë. S'ka asnjë gjë të marrësh pozicion. Jo, unë them dënoj me votë. Po jo, si lëvizje nuk na takon sepse nuk kemi parti dhe nuk kemi afiluar me një parti. Ne kemi lindur si revolt ndaj kësaj qeverisje dhe themi dënojnë me votë për këtë. Shikoj, unë besoj që kjo frika e individëve që në fund ose një grupi të madh shoqëror ose elemente ku për shembull fjala vjen gazetarët thonë shikoj nuk duhet të mbaj qendrim ose një grup tjetër thotë unë jam jasnjanës nuk duhet të mbaj qendrim për pozicionet. Unë mendoj që në një shoqëri i bën dobi kushdo që mban qendrim. Patjetër. Nuk ka lidhje, domethënë kushdo mund të mendoj sot është kjo e mira dhe mbas 4 vjetësh mund të dalet më një qendrim që është tashmë është kjo tjetra e mira. Patjetër. Dhe qendrimi në shoqëri është jashtëzakonisht pozitiv. Duhet kërkon një lloj kurajo dhe unë e vlerësoj që ju me diasporën e keni bërë gjithsesi. Po edhe un kam frikë këtë që e kanë bërë gati ca teza që në varësi të si do shkoj vota e diasporës, do vëshohet kështu një baderdi argumentash që më mirë mos e bëni, marrxuam lek, ata votun këtej, anda votun ande, ndërkohë që kjo duhet jetë e pa diskutueshme. Argumentin e parave. Votojnë ata që kanë të drejtë për të votuar. Tash ka stile, don argument parave sepse e di që do vi, pra për të treguar diferencën sa ka kushtuar kjo votë për ne dhe sa janë remitancat. Shikoj, njerëz që unë them kam një shprehje në jetën time, qëndroj larg njerëzve problematik sepse kanë një problem për çdo zgjidhje. Okay? Ne po të ishim fokusuar me votën e diasporës te problematikat që janë rrugës, nuk do e kishim bërë kurrë. Ne u fokusuam si ta zgjidhim, çfarë rrugësh të ndjekim, edhe a besonit që 250.000 shqiptar do regjistroheshin për të votuar? Jam te i kënaqur me numrin, se sot ma pyeti një gazetar. Kush ishte varianti optimisti joti para se? Unë mendoj ke 100.000, thea 100.000 janë mirë, duke parë Kosovën që ka një diasporë shumë më të etabluar nga përpara dhe herën e parë vetëm 5.000 kanë votuar dhe thea sikur bëjmë ne 100.000 me kaq shumë se jemi është mirë, kështu që unë jam shumë i kënaqur. Jashtë i kënaqur, por një pyetje që përballeshim kur thonë more regjistroni, këtë votojmë thoni. Na pyesin ne vet, a do i votojmë ju? Ne i thonë shiko. Kët ju thot mendja juaj. Shikoni programet. Po, dhe atë fjalin kundra Ramës nuk e leja pa e thënë. Tash i them unë, ju them unë votoni këtë doni dhe këtë, kur pyesni mua. Pastaj se çfarë bëni ju vetë është puna juaj. Tani, vajtëm te pika e përfaqësimit. Gjitha partitë shkuan në diasporë, i folën diasporës, pak e lanë të fliste diaspora, dhe kur u kthyen në vend që të përpilonin këto listat, ne e pam të pa le të themi jo të udhës. E pam të pa përfaqësuar diasporën. Është kështu në listat për kandidat nga çka ju keni, se masa ne mund na ketë shpëtuar diçka. Është kështu? Un kam një mendim që edhe me ata që janë, me antarët e kryesisë tonë. Po marr shumë, po kthem prapë te vetja. Për shembull, rinë antar kryesie 2-3 njerëz që nuk i përmend me emra dhe kaq, i the nëse ti jeton në Francë, bëj një takim me komunitetin, tregoj për lëvizjen. Domethënë, okay, ty të ka zgjedhur antarë që ti jesh, pra duhet të jesh përfaqësues i komunitetit, nuk duhet vetëm të jesh për veten tënde, ti je pedagog jashtë apo je mjek.
dhe këtu vjen edhe te përgjigja. Unë gjykoj që ka pak përfaqësim diasporës, ka njerëz që vijnë nga jashtë, por nëse ti vjen nga jashtë nuk je përfaqësues i diasporës, je dikush që ke jetuar jashtë, si e ndoshta një botë kuptim tëndin të ri, se si e bën fushatën, ka njerëz të respektuar që po them, por përfaqësim që të vinë njerëz që e ngrejnë pesh komunitetin, komuniteti i njeh, qëndrojnë për disa kauza të fituara, unë nuk kam parë. A keni pasur oferta nga partitë politike? Oferta kemi pasur, me thënë drejtën, pra janë afruar, por ne çdo gjë e kemi refuzuar që në gjenes. Kemi thënë ne qëndrojmë këtu për të realizuar votën e diasporës dhe deri në fund kësaj do t'i qëndrojmë. Dhe prandaj unë jam 7 fish krenar për këtë gjë që ne nuk u përzim zgjedhje, sepse realizuam votën e diasporës dhe tani lirisht ne mund t'i futemi asaj prioritetit dytë strategjik tonit, që ka të bëjë me përfaqësimin, por dhe këtu duhet energji e madhe sepse siç e theti ne i hymë në hak vetes në radh parë. Shëndetit ton, duke bërë punë, duke bërë këtë që është si një punë e dytë, pas një përfitim personal, familjes, ka helm shoqëria jonë fatkeqësisht. Ju e keni vënë edhe ju vetë. Se këtë doja të thojë, ndjeni të mikpritur kur vini në Shqipëri. Ma the dhe me giljotinën në fillim dhe doja të përgjigjesh. Shiko, unë fillim i merja për zemër këto sulmet. Edhe më vinte me plas sepse djali për shembull 4 vjet çalidhe ka ai se jeti i mërzit me diçka që ti vetë do ta bësh, kupton? Se ti je i mërzit nga puna e bën Allah, se pagohesh për atë. Dhe në fillim afektohesha. Tani e kam bërë mendjen thjesht, them kush përgjigjet i fusin qeshur dhe mundohem ta kaloj, sepse gjëja më e keqe që mund të bëjmë është një helm që ty s'të takon, ta marrësh dhe t'ia çosh familjes tënde, që është gjëja më e shtrenjtë që ne kemi, sepse vlerat familjare mi gjen që ne i flasim, duhet të jetojmë rreth parë. Është vërtet kjo, edhe unë për shembull ne kemi komunikuar, le të themi, ballë për ballë me njëri tjetrin 4 ose 5 vite përpara. Kur ka intensifikuar komunikimi mes qendresës dhe diasporës, për cilën kemi pasur redaksione të përbashkëta edhe elemente shumë të mira të rëndësishme, të cilat kam përshtypjen janë vlerësuar edhe nga qytetarët. Po unë jam habitur kur ne kemi komunikuar që në fakt komunikimi jonë ishte shumë i hershëm për çështje po kombëtare, ishte regjistrimi etniko-fetar dhe unë jam habitur që komunikimi jonë ishte 15 vite para po për çështje publike. Edhe le të themi këto bën si thua komunikimi bëhet më i lehtë kur ti e kupton që aktorë të ndryshëm të shoqërisë kanë aty prej vitesh, nuk janë rishtas, nuk janë thjesht për të kapur momentin edhe për ta përdorur atë. Edhe unë në një farë mënyrë jam dëshmimtar i komunikimit mes 14-15 vite përpara mes njëri tjetrit për çështje po të interesave kombëtar dhe publik. Mirë po, tek shikon këtë pasqyrën politike në vend, sigurisht që forcat le të themi të mëdhaja, dhe unë do dua që marr nga një opinion për ty, forcat politike kanë servirur ose si thua që kanë deleguar diasporën. Partia Socialiste i ka deleguar diasporën Taulant Ballës. Taulant Ballën. Po kam parë ato rrezik me Toyota Yaris, atë shembull që doli atje, që ky ditë menaxhoi miranët e errta të diasporës. Ka tentuar në herë të komunikoj Taulant Balla me grupin më të rëndësishëm të diasporën për Shqipërinë e lirë. Faleminderit për vlerësimin. Unë mendoj që ne kemi një peshë, nuk kemi më të rëndësishmit, po të falenderoj shumë. Jo, fatmirësisht jo, sepse kjo tregon dhe integritetin tonë që ne kemi qenë gjithkohës, domethënë duke i kundërshtuar me shkresa, me gjëra, as nuk është afruar ndonjëherë me thënë drejtë. A i ka shtuar vlerë, si thua, komunikimit midis Shqipërisë dhe diasporës ose partisë më të madhe? A ka qenë njeriu i duhur i përzgjedhur nga Partia Socialiste në atë që ti mendon Taulant Balla? Një gjë që unë vjen re te Partia Socialiste dhe më vjen keq se ka dhe të ri që afrohen. Mëre, duhet të vini me integritet. Ti mund të jesh i ri, mund të jesh socialist, po nuk mund të vish vetëm duke i lëpir kryetarit. Dhe unë këtë po shoh tek të rinj dhe këtë më vjen keq. Kurse si Taulant Balla nuk mund të jetë një përfaqësues i diasporës, dhe është figurë totalisht e gabuar, por për ato interesat e tyre partijake, ndoshta e bën punën. Partia më e madhe opozitare, Partia Demokratike, në fakt ka vendosur një figurë e cila është, le të themi, e vjetër, që të kujdesej për votën e diasporës. A bënte një, le të themi, Josefina Topalli një zgjedhje të duhur që partia më e madhe opozitare të kujdesej për votën e diasporës? Këto janë figura si zoti Balla, si zonja Topalli, janë figura që kanë një të kaluar politike,
dhe i mbartin me vete si të mira si të këqija. Tani, për hir të vërtetës, Partia Demokratike, Partia Republikane, Partia Agrare, kur ne sollëm projekt ligjin ton në parlament në shtator të 2023, ne i kërkuam nëpërmjet ka qenë Partia Republikane Fatmir Mediu atë që na ndihmoi, sepse duhet firmë deputeti për cilin projekt ligj. Ne donim ta bënim bipartizane, pra të ishin nga gjithë partitë dhe nga Partia Socialiste na kishin premtuar që do ta firmosnin, që të vinte mesazhi që shiko, vota diasporës na bashkon të gjithëve ose diaspora na bashkon të gjithëve. Kështu që këto parti që unë përmenda, Agraria, Republikane dhe Partia Demokratike, e kanë nënshkruar projekt ligjin ton, unë për këtë jam mirënjohës. Pastaj se çfarë mbartin mbi vete bara që i kanë bërë gabime më parë, i kanë mbi veten e tyre, nuk gjykoj që është personi i dur. Mendojnë që kanë pasur, po edhe unë e vlerësoj, shikoj, edhe unë e ndjej këtë. Këta nuk janë persona të dur. Jo, më këta i flasin militantëve, Miguel. Po, cila është arsyeja pse i kanë sepse nuk shohin përtej që diaspora ka zonë gri. Këta i flasin militantëve. Okay. Militantët ti në xhepi ke, po ta mendosh hold. Po. Militantit mjafton ti nxjerrësh Beckenbauerin, e ke edhe nëse slot futboll, ai janë zgjedhje e tyre, edhe do ti rezultatet do tregojnë a ishin zgjedhje dura apo jo. E vërtet. Shiko, ka pasur dy diskutime. Kuot apo vote barabartë. Ju midis kujt keni qëndruar dhe kush mendoni që është mënyra më e mirë që diaspora në përfaqësim të ketë kuota, nëse llogaris, deri më tani kanë ardhur nga diaspora votat për 8 mandate, deri në 10 mandate. Pra 8 deri në 10 mandate do i përcaktoj, le të themi do marr pjesë diaspora me peshën e diasporës. Kjo dhe mund të ketë qenë e tillë edhe më përpara, se ne nuk e kemi matur dot. Ata vinin edhe por ju mendoni që është kuota apo vota e barabartësia një qytetari e diasporës? Shumë shkurt për të qenë korrekt edhe ndaj njerëzve. Në 2020 kur ne sollëm mendimin e parë se si duhet ishte kjo, ne ishim për kuota. Kur e pa me qetësi, ta morë kuota është antikushtetuese. Sepse një vot shqiptari është një vot shqiptari, ka drejtë të zgjedhë e të zgjidhet. Nuk ka pesh, nuk mundesh ti 1.7 milion qytetar ti japësh 20 vende, sepse duhet pjesëtosh 1.7, pjesëtim për 20. E kuptoj. Pra i ul verën peshës dhe do ishte antikushtetuese, kështu që ne ishim kundra kësaj prej atij që kemi sjellë atëherë. Kështu bën sens. Vota ose mënyra dhe procesi i votuar. Unë e di që ju keni dërguar në detaj se si duhet ishte. Patjetër. Po personalisht mendoni që është më mirë varianti për të votuar në konsullat, në zarfe siç e kemi, apo nëpërmjet elektronikës, nëpërmjet smartphone-ve siç sot që flasim 155 shtetet botës që kanë votë diaspore e kanë me zarf. Vetëm Estonia, jo për diasporën, për vete e ka elektronike, që tregon që edhe shtete shumë të zhvilluara, aq më tepër që unë vi nga siguria kibernetike. Estonia ka një raport tjetër me teknologjinë. Po pra ne po them vetëm Estonia ka votim elektronik. Votimin elektronik. Kurse konsulatat nuk do na bënte punë. Mund të shihet si variant sepse Kosova tani për shkak e përmirësoi, e nisi vetëm me post, ka futur konsulata ambasada, tek ne konsulatat e ambasadat në rastin më të madh janë militant partish dhe nuk kanë edhe as mundësi reale të kenë njerëz që votojnë, plus se ka shtete që nuk e lejojnë. Kanadaja për shkak nuk lejon votim të jashtëm brenda Kanadas. Dhe pastaj largësitë që po them unë në Amerikë nga Texasi, do shkoj në Washington të votoj, nuk e zgjidha si punë. Dhe unë mendoj që me mënyrën se si është menaxhuar kam përshtypjen që askush nuk po gjen argumenta real për ta kontestuar dhe mendoj që është bërë puna e dur dhe e mirë. Fatmirësisht kanë qenë përfshira gjitha palët edhe kjo është gjë e mirë. Tani unë do kanë frikë sa të nxjerrësh. Jo, po shiko, ka qenë shumë e diskutuar ku do votoj diaspora. Nëse nga do votoj diaspora, domethënë do votojnë, do mblidhen e do votojnë të dhomej ndenjes gjithë bashkë. Për ty, kush është varianti më i mirë për të votuar pasi merr letrën? Te dhoma e gjumit, dhoma e ndenjes, tualeti, zyra, parku apo bari dhe lokali? Tualetin e kemi ku i fshihemi familjes që kurrim me celular larg fëmijëve. Unë mendoj që fshehtësia e votës është shumë e rëndësishme, ne prandaj kemi risjell atë nenin që nuk duhet publik, që nuk duhet treguar vota sepse është dënueshme me ligj, dhe fshehtësia e votës. Ne nuk e bëm gjithë këtë betejë që të prishet ai proces që është bërë për të ruajtur vota, vota është personale, është vetjake, madje as bashorti me bashortën nuk kam pse diskutojnë, secili në privatësi ta fusin zarf siç është e ta nisin. Po ndodh kjo? Fatkeqësisht kanë ardhur 50%. Po fatkeqësisht ka ndodhur raste të kundërta dhe unë jam i gjykimit që duhet ketë edhe akte penale ndaj këtyre njerëzve, sepse këta janë kaq
nuk e di domosdoshmë çfarë si ti quaj, që me emër mbi emër e postojnë se kë votojnë, kë s'votojnë, që të zhbëhet kjo në të ardhmen, duhen marr masë tani dhe unë tisha KQZ nuk do t'i pranoja fare ato vota që e kanë bërë publike. Për t'i dhënë dhe shembullin këtu që ne nuk po e sillim të proces për ta bërë më keq, por për ta bërë më mirë. Jo, e vërtetë është ajo. Sipas legjislacionit shqiptar ti ngarkohesh me 3 muaj deri në 3 vite burg. Ngarkesë penal dhe kam shtypjen që është me vend të bëjmë thirrje që askush të mos vazhdoj këtë praktikën e deklarimit të votës dhe mënyrës se si voton, sepse në fund të ditës i bën dëm atyre, po edhe i sjell një lloj mungese integriteti zgjedhjeve dhe është e pakuptueshme të ndërtohet një lloj krenarie në atë formë. Por gjithsesi, palët janë në zgjedhje dhe unë do doja nga një fjali, ashtu siç e marr gjithë miqve të mi në këtë podcast, një opinion shkurtimisht për liderët politik të cilët janë në këto zgjedhje. Çfarë mendon? Shiko, un kam të lidhur me regjin, prandaj më duhet ta kaloj imazhin. Më pëlqen shumë. Shiko, i thash besoj gjatë gjithë bisedës çfarë mendoj unë për Ramën, madje unë Ramën e quaj shkatruesin e trashëgimisë kulturore dhe të jetesës normale në Tiranë. Sot qeveria është në burg, sepse ndaj gjithmonë ai faj, kullat që po vazhdojnë të jepen leje në Tiranë, që po shkatrohet çdo jetë normale, po marr vetëm kullat, s'po fus fare pjesën e krimit, është ky zotëria përgjegjës. Është vërtet. Kryetari i opozitës Sali Berisha. Unë jam për të sjell ripërtëritje të partive, njerëzve duhet i flasësh dhe unë shoh me keqardhje që edhe njerëz që janë të djathtë ose që kështu nuk janë të kënaqur me listën profesorëve të PD-s, por duhet them edhe këtë, sepse shoh nga këta liderët e ri që ti ikës është i vjetër, o zotëri, për sa kohë je i votuar, ti nuk ke asnjë të drejtë të thosh ikësh ti se s'pëlqen mua. Ti bë zgjedhjet në atë partinë tënde, mbaju atyre procedurat demokratike, nëse do të drejtosh kishin te dikush tjetër. Pra, për të ndërtuar një sistem nuk është e rëndësishme të shkatrosh, është të ndërtosh një sistem më të mirë për ta lënë pas atë që edhe kam shtymin që është e njëjtë për lider. Duhet krijosh diçka më të mirë për të larguar atë që e duke pikërisht. Ose si thonë, nuk vjen një kalorës nga kali, nëse do ta zesh kalin duhet të luftosh. Të luftosh patjetër. Është po zbriti se do i bëjmë. Tani kjo betejë me luftën tek Partia Demokratike u bë dhe literale, më kupton, me shkopinj, me huj, me molotov, po gjithsesi edhe midis njërit prej tyre ishte edhe Lulzim Basha që tashmë drejton Euroatlantikët. Po, njeriu më qesharak i mundshëm sot që flasim, s'kenë politike. Ne nuk kemi mbetej lajkesh, nuk kemi mbetej klikimesh, jemi mbetej programesh, por këtij nuk i shkon Lulzim Bashës, nuk i shkon më asnjë gjë, sepse ka vrar opozitën me dorëzimin e mandateve dhe me mos marrjen pjesë nëpër betejën bashkiake, ka vrar totalisht opozitën. Po, vërtet. Ilir Meta, kushdo që i ka hyrë në xhep shqiptarëve meriton të dënohet për atë që ka. Kushdo, që nga 90-ta, madje edhe më përpara, se ky ishin nga gabim. Ne bashkë kemi komunikuar për çështje publike të dekomunistizimit dhe unë jam shumë krenar për këtë. Ne ende kemi sot djali i Ramiz Alis është një nga pasanikët më të mëdhej në Francë, gjet dhe ka ikur i pasur nga Shqipëria. Pra ne kemi rehabilituar, ka ndruar dhe emrin Armando Bora quhet, ne kemi rehabilituar një klasë që shkatroi këtë vend dhe po vazhdojmë të rehabilitojmë, prandaj unë jam i kënaqur që sot drejtësia po merr disa hapa dhe shpresoj të jenë sa më të drejtë mundur. Le të themi një fenomen tjetër është edhe kryetari i Partisë Socialdemokrate Tom Doshi. Patjetër. Tom Doshi ka treguar veten me ato që ka bërë gjatë karrierës tij politike, duke si atë modelin e të fortit në parlament, e njërën tjetrën, që është një model që ekziston në Shqipëri. Pra ka njerëz që i duan këto modele. Por kur shoh njerëz me integritet që shkojnë kandidojnë tek partia Tom Doshit, nuk di sa i ngelet integriteti apo sa shohin oportunitetin, thënë ky merr gjithsesi se ka një lloj mënyre për t'i bërë. Sa nga këta dhe i kam heq fare nga qarkullimi se nuk aty s'të bën punë logjika pastaj, nuk e kupton se si funksionon. S'ka më sens. Jemi tek partitë e reja, Adriatik Lapaj, koalicioni le të themi me nismë thurje. Po. Duket që partitë e vogla po le të themi nga sondazhet po tregohet që ka një lloj mbështetje, por që duhet parë deri në fund se ç'do ndodh. Patjetër. Adriatiku
mua më zhduk djali mirë, ka bërë betejat mirë, madje edhe ato me gomat unë kanë mbështetur një dy herë, se më duke aktivitet shumë i rëndësishëm. Adriatiku ka ndërtuar të gjithë suksesin e tij tek vota e diasporës. Dhe ka ndërtuar gabim. Ja kam thënë privatisht, do ta them publikisht, por nuk dua ta them nëpër media këto kohë se duket sikur po e sulmoj tani para zgjedhjeve. Nuk duhet perceptohet si i tillë, por të marri merita për sa i takon, i është bashkuar kësaj betejë në nëntor të 2023-shit, kur vendimi i gjykatës kushtetuese ishte relevant dhe ishte ai që e detyroi parlamentin, ka krijuar një alibi që thotë mblodhëm 21.000 firma, prandaj detyrojmë parlament ta bëjmë, dhe dikush që nuk kupton thotë po nga 21.000 firmat janë. 21.000 firmat janë vetëm për fut projekt ligjit në parlament dhe kaq. Pra, gjykoj që po e bën gabim këtë pjesë, kanë pjesë të mira në projekt, kanë dje me vajza të mira, është Ameli, janë të tjerë që janë aty, dhe për këtë arsye dhe për të mos dhënë atë impaktin që shikoj se të rinjt kapen, ne kemi ndetur në heshtje, por këtë nuk mund të ripa e them këtë që sapo thash. Është e vërtet kjo, po unë kam përshtypjen që kjo unë shpeshherë mendoj që është edhe një sukses i juaj që solli e bët një temë aq relevante për publikun sa për këdo nuk ishte e neglizhuesme. Edhe në këtë kuptim kam përshtypjen që të gjithë aktorët shoqëror u munduan që ta le të themi ose të merrnin prej saj ose ta bënin pjesë të tyre. Kështu që kam përshtypjen është kontributi. Dhe e kanë mbështetur, se mos keq kuptohem, e kanë mbështetur, kanë dhënë kontributin e tyre. Ti ku ata duhet votojnë 2025, djem dhe vajzat e tij. Kanë kontribut, por është ndryshe të kesh kontribut në një çështje dhe është ndryshe të thosh e bëra unë, thashun që do e bëj dhe e bëra. Sepse ti u futen loj kur ishte xha e bër. Vetëm duhet të përmbyllej. Ndonjëherë politika të fut në po fillon shumë me gabime të rit. Dashi. Dashi. Po Dashi është njëri babaxhan, është njëri unë e du fort, me thënë drejtën dhe e kam taku, e kam mbështet votën e diasporës, kam mbështet angazhimin e trimëve, e respektoj dhe këtë vendimin që kam marrë në fund që është futur, si më thënë në politik, si më thënë ka do ose të fitoj ose ta mbylli me nder, duke thënë shiko, po ndjek atë linjën time dhe do të çoj deri në fund. Jemi tek të rejat ose të voglat, sepse mbase Agron Shea nuk mund të konsiderohet i ri në politik, po forca e tij është e re në politik. Agronin unë e simpatizoj, por prapë për hir të vërtetës dhe me këto të vërtetat e mia unë di që shumë njerëz do marrin natë, po s'më intereson fare. Agronin e kemi pas një nga ata që ne donim ta firmonte për ligjin ton. Dhe na tha, unë nuk e o vetëm o me asnjë tjetër. Pra, o e firmonsi vetëm me mua dhe e fusim parlament bashk, ndërkohë që ne i tham Fatmir dhe të tjerëve që kanë firmosur, ne nuk i dalim fjalë. Ata mund të kenë bara politike, por këtu na kanë ndihmuar dhe ne duhet të jemi korrekt, duhet të qëndrojmë fjalës tonë, kështu i tham faleminderit, vazhdo punën tënde. Dhe po të shikoni Agroni nuk e përmend votën e diasporës. Nuk është se toto vota e diasporës, mund të ketë pas një mendim, por kur thua o me mua, o me me asnjë tjetër vetëm me mua s'm pëlqen. Endri Shabani? Endri djalë i mirë, djalë pozitiv me thënë drejtën. Te Endri kam, po e them edhe këtë, kam ato që e thash që parë, sepse Endri është një nga ata që artikulon Tiki Berisha, se është i vjetër. Unë i them, ti ku i ke zgjedhjet e tuaja? Ku i ke asamblenë e përgjithshme? Ku i ke antarët? Sepse ti je parti. Unë e shoh që ti angazhohesh, ju 2-3 veta që jeni angazhoni para zgjedhjeve. Po ku i keni strukturën? Ne jemi një lëvizje dhe kemi mbi 200 antarë dhe ata punojnë në grupe pune. Dhe i dëgjohet mendimi. Ne po nuk mori vendim asambleja e përgjithshme, asnjë gjë nuk bëhet. Kështu që kjo është një kritikë që unë ja kam thënë gjithmonë dhe po ja them edhe sot. Arlind Qori? Këta bën një fushat shumë të bukur, njoh edhe njerëz që janë aktivistë, janë bashkuar të themore, po e dini çfarë ideologjie ka nga pas? Jo, thënë se po bëjnë ngulin këmbët e tjerë. Unë gjykoj që Arlindi është totalisht i pa sinqert dhe grupi i tij i ngushtë, duke mos shprehur qartë për çfarë qëndrojnë. Ka ndërtuar një plan tani me njerëz qoftë të djathtë që kanë aty brenda. Të djathtë brenda Arlindit? Po, është një ose ish i djathtë, po them unë, që bën një plan që ngjan i bukur për të lexuar. Por ti nëse hulumton pak, domethënë çfarë kanë bërë përpara, është e vështirë të mendosh që ka ndryshuar kaq shumë qëndrim Arlindi dhe ai grupi i tij i ngushtë, janë ato jo celula kuqe, jo shoqë i drejtojnë njëri tjetrit dhe ne kemi vujt nga ai sistem. E vërtetë është. Me thënë drejtë. Po thuaj se të gjithë miqtë që kam në studio shprehin një lloj le të themi frike ndaj filozofisë dhe kësaj majtizmit të Arlindit, po gjithsesi kam përshtypjen që politika
flet mirë për ata që ndryshojnë ose marrin guximin për tu modifikuar. Nuk e dim nëse është e sinqert apo jo, po që kam përshtypjen vjetra një lloj ndryshimi të narrativës ndër vite, ka qenë shumë më hashpër, është bërë pak më. Një gjë e bukur që ka kjo lëvizje, me thënë drejtën, është që Arlindi nuk u vuj i parë në listë. Mund të jetë një diçka, një lëvizje marketingu shumë e bukur, por ngelet e bukur dhe i duhet thënë, me thënë drejtën. Këto në fakt ishin liderët në të cilën do ndodhen në këto, do të marrin pjesë në këto zgjedhje dhe nëse dikush do qeveris, absolutisht do jetë dikush nga këta, por që sigurisht që kontributi i strukturave jashtë partive politike kam shtypjen mbetet i rëndësishëm. Edhe një prej tyre jeni dhe ju në këtë aspekt. Mendoni që fati dhe misioni i diasporës është më i rëndësishëm tani, apo misioni më i rëndësishëm i diasporës është kryer tashmë? Jo, në asnjë mënyrë. Diaspora për Shqipërinë e Lirë ka një mision për sa kohë ne ekzistojmë, për sa kohë ne kemi fuqi, e kemi për detyrë, jo vetëm mision, të angazhohemi, dhe këtu jo vetëm ne, po dhe ju jepni kontribut të pamohshëm në shoqërinë shqiptare. Duhet secili atë që di të bëj më mirë, të vazhdoj ta bëj, qoftë se sikur vetëm t'japim shembullin që shqiptarët bëhen bashkë për kauza drejta, ne duhet ta bëjmë, por për ta përmbyllur pak me politikën, se më tregut shumë foto. Mua më pëlqen që ka pluralizëm politik. Është pak e vështirë se çfarë po ofrojnë tani, sepse janë bërë kaq shumë. Ka pluralizëm në zgjedhje? Në zgjedhje dhe do doja ta shihja edhe në parlament, me thënë drejtë. Do doja ta shihja sepse mirë i bën Shqipërisë të ketë mendime ndryshe, por të ketë integritetin, pra mendime mund të jenë bukura në letër. Unë do shmang mbylljen në këtë podcast, edhe mbas fjalës tënde do them vetëm mirupafshim dhe shihemi. Kështu që dua të le ty fjalën e fundit për një mesazh për ata të cilët do marrin pjesë në këto zgjedhje. Unë mundova ta them integriteti, ti qëndrojnë atyre që kanë premtuar, që kanë bërë, ka njerëz me shumë integritet që unë i njoh, ka dhe sharlatan që janë futur. Kjo është politika. Unë shty të rinj të angazhohen politikë dhe shty diasporën për dy gjëra. E para, diaspora pa Shqipërinë është e cunguar, dhe Shqipëria pa diasporën është e cunguar, pra duhet të jetë një bërje bashkë, nuk mund të presim nga ata jashtë. Dhe e dyta, ne kemi për detyrë që jemi jashtë, ti tregojmë realitetin të rinjve shqiptar. Kemi tendencën të shfaqim vetëm sukseset kur vim flasim me njerëzit, ne duhet flasim edhe për humbjet tona, për betejat që jemi ringritur, për t'i dhënë një figurë më të mirë se si është realiteti jashtë, sepse bëjmë gabim duke i gënjur, duke ja bërë fush me lule, suksese etj. S'po shtoj më, miq, mirupafshim. Faleminderit shumë.